Në kryeqytetin saudit Riyadh, negociatorët amerikanë zhvillojnë bisedime me përfaqësuesit e Ukrainës dhe veçmas me ata rus. Qëllimi i Washingtonit është arritja e një armëpushimi të pjesëshëm të menjëhershëm në luftën në Ukrainë, i ndjekur më pas nga një marrëveshje e paqe gjithëpërfshirëse. Por a mund të sillin këto bisedime në Riyadh për parimin që shumë kush shpreson? Kjo varet se kë dëgjon. Kam ndjesinë se Putin dëshiron paqe, tha i dërguari personal i presidentit Trump, Steve Witkoff. Duke shtuar, mendoj se të hënën në Arabinë Saudite do të shohim një përparim të vërtetë. Megjithatë, zënësi i Kremlinit Dmitri Peskov uli pritshmëritë. Jemi vetëm në fillimin e këtij rrugtimi, thaj për televizionin shtetëror rus. Kievi përjetoi një nga sulmet më të rënda nga dronet ruse të shtunën në mbrëmje, ku u vran 3 persona përfshirë një vajzë 5 vjeçare. Duhet ta detyrojnë Putin të japë një urdhër të vërtetë për ndalimin e sulmeve, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes të dielën. Ai që soi këtë luftë duhet ta largojë atë. Ndërkohë Kremlini nuk duket i nxituar për të nënshkruar një armëpushim me presidentin Putin, që shton një sërf nuancash apo parakushtesh përpara se të pranojë armëpushimin 30 ditor të propozuar nga Washingtoni dhe të pranuar nga Kievi. Të dyja palët si Rusia dhe Ukraina kanë kryer sulme jashtëzakonisht shkatruese ndaj infrastrukturës së njëra tjetrës me një dallim të dukshëm. Moska ka synuar të zhysë popullsinë ukrainase në të ftohtë dhe errësirë përmes sulmeve ndaj sistemit të energjisë elektrike, ndërsa Kievi ka arritur gjithnjë më shumë sukses me sulmet me dron me rrezë të gjatë që kanë goditur objektet ruse të naftës, kritike për përpjekjet e saj luftarake. Udhëheqësit e Ukrainës ende të lënduar nga përplasja e ashpër që ndodhi muajin e kaluar në zyrën ovale, po përpiqen fort i tregojnë Washingtonit se nuk janë pengesë për paqen. Por megjithatë SBA-ja nuk arriti ta bindë Moskën për të pranuar armëpushimin. Administrata Trump nuk po ushtron thuajse asnjë presion publik ndaj Rusisë për t'u parafruar. Në fakt ndodhe kundërta. Në një intervistë gjatë fundjavës me gazetarin pro-Trump Tucker Carlson, Steve Witkoff, njeriu që udhëheq përpjekjet amerikane për armëpushim, mori një qendrim krejtësisht të kundërt me atë të Europës. Ukraina sugjeroi ishte një vend i rrem, Rusia ishte provokuar dhe Putin ishte një njeri i fjalës që mund t'i besohej.